Është pistë për fluturime, shumë avion ateruan dhe u ngritën dikur. Ky aerodrom në fshatin Nekodim të Ferizajt vite më parë kishte një rol të rëndësishëm për tokat bujqësore. Në rastet kur traktorët nuk kryenin punë, këtu hynte në funksion ky aerodrom. E këtu për vite me radhë ka punuar edhe Haki Sylla, ish udhëheqës i ndërmarrjes shoqërore Pasuria Bujqësore, e cila ka qenë pjesë e ish kompanisë Agro Kosova. Por sot ka mbetur vetëm si një gjurmë e së kaluarës. Në ato momente kur kanë qenë kushtet klimatike të këqija dhe nuk kemi mundur me traktora të him në parcela, kështu që kemi bërë edhe kërkesën dhe na i ka leju organizatës tonë i lejojshin aeroplanin për plerimin e kulturave bujqësore. Aktualisht kjo fushë ajrore është jashtë funksioni dhe gjendja e saj nuk është as pak e mirë. Nga komuna e Ferizajt, në një përgjigje për TVN, kanë thënë se nuk janë në dijeni për ekzistimin e kësaj piste. Pilotët të cilët ishin nga Maqedonia zakonisht kryenin këto shërbime bujqësore, ku bënin stërpikjen dhe plerimin e tokave bujqësore. Por Sylla thotë se këto pista fluturimi u përdorën edhe në raste të tjera. Ky aeroport është përdorur edhe thuajse edhe për aeroplanet të tjerë të luftarak dhe për ndihma të ndryshme, helikoptera të ndryshëm kanë ateru edhe këtu. Prandaj ish udhëheqësi i kombinatit bujqësor kërkon që këto pista të rivitalizohen. Aeroportet e tilla na nevojiten në raste rrezikut, luftës edhe për dhimbjet bujqësore, për nëse dikush mirët me sipërfaqe të mëdha, edhe në thuja që mund të ketë edhe një aeroplan, po ku me ateru, atëherë kish mund me ateru këtu. Pista të tilla ajrore gjenden edhe në komuna të tjera. Numri i këtyre aerodromeve ose ne në aviacion civil i quajmë fusha ajrore, në Kosovë ka qenë përafërsisht dikon 12 fusha ajrore. Këto fusha ajrore kanë qenë funksionale para luftës dhe kanë qenë pjesë e kompanisë në atë kohë Agro Kosova, mirë po pas përfundimit të luftës, të gjitha asetet dhe aeroplanet të cilet kanë shërbyer ose janë përdorur në këto fusha janë tërheq në Serbi. Për këtë, luta së bashku me kolegë të tjerë të autoritetit të aviacionit civil në vitin 2015 kishin bërë një raport ku kishin identifikuar dhe vlerësuar gjendjen e këtyre aerodromeve. Këto fusha ajrore për momentin nuk janë funksionale. Gjithsej 12 prej tyre që janë, dikun 6 ose 7 mund të përdoren me një investim jo shumë të madh, dhe roli i tyre mund të jetë më shumë në sporte rekreative dhe për ushtrimin e pilotëve të ri. E në rast që dëshirojnë të rifunksionalizohen, sipas lutës, duhet të marrin aprovimin nga autoriteti i aviacionit civil në mënyrë që të vërtetohet nëse fusha i plotëson standardet e sigurisë. TVN ka dërguar pyetje edhe tek Agjencia e Privatizimit për të mësuar se sa prej tyre janë privatizuar, por nuk ka marrë përgjigje.